E ai na ka pru neve këtu ku jemi sot. Këtë nuk do të harrojmë kur vëllezër të dashur, Zoti më rob. Këtë nuk do të harrojmë kur. Këtu ku jeti sot, qoftë namazi, qoftë agjërimi i Ramazanit, qoftë leximi i Kuranit, qoftë tobe istighfari, qoftë dhikri, çfarëdo gjë që ti të bësh, kjo është prej Allahut. Wa ma tawfiqi illa billah. Suksesi dhe arritja ime është prej Allahut. Për këtë arsye ne jemi shumë të vegjël, për këtë arsye ne jemi shumë të dobët, për këtë arsye ne jemi shumë të fukarej dhe shumë të lodhur dhe shumë leckaman. Për të qenë falendërues vërtet Allahu xhallahu xhelalu. Nuk mundemi ne çdo që të bëjmë dhe sido që të bëjmë, a nuk ishte zotëria e njerëzimit më i mirë që ka ecur mbi sipërfaqen e tokës? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është falur, i cili është lutur, i cili ka adhuruar, i cili ka tejkaluar të gjitha limitet e asaj që mund bëjë një njeri, megjithatë ai drejtohej Zotit duke thënë subhanaka la uhsi thanan alayka anta kama athnayta ala nafsik. I dlir dhe patmeta, i lavdruar je ti o Allah o Zotim, nuk mund të lavdroj, as nuk mund të falendroj, as nuk mund të ndaj borxhin ndaj teje. E nëse Muhamedi alayhi salatu selam, që i kishte bërë gjitha dhe nuk i mungonte asgjë, dhe Zoti ja kishte dhënë garancinë se është i falur, ai dhe ummeti i tij, ai thoshte për veten e tij se unë o Zoti nuk mund të falendroj. E kush jemi ne? Për këtë arsye nuk mund filloj kuptimi i vërtet i gjës në Islam pa kuptuar se ti ku je, pozicioni që ti ke sot është prej Allahu xhallahu xhelalu dhe nuk është prej vetë. Është vërtet se dikush mund të bëjë sebeb. Është vërtet që dikush mund të ketë fol. Është vërtet që mund të kesh dëgjuar diçka lart apo poshtë, po në fund fare dhe mbi të gjitha dhe i pari fare është Allahu xhallahu xhelalu ai i cili ty ta ka mundsu që kur e ke dëgju ose kur ke taku ose kur ke pas një moment caktuar të çelen dyert e zemrës. Vëllezër, ne jemi dëshmitar të faktit se ka, ne ndoshta s'ta vjen mirë, po duhet ta pranojmë që ka njerëz që janë shumë më të zgjuar se sa ne, po akoma nuk kanë arritur të bin Allahut me ballën tokë. Mund të ketë njerëz me më famë se sa ne, më lart se sa ne në pushtetin gjithçka, po s'kan arritur akoma të kuptojnë esencën e ekzistencës njeriu, që Zoti është mbi gjithçka dhe tek Zoti rrotullohet gjithçka. Dhe se po qenë krahun e Zotit, jem mbështet mirë aty ku duhet. Dhe se po qe përballë Zotit apo kundra Zotit, kushdo qofsh, ti je një hiç, ti je një diçka e pavlerë, si shumë të pavlerë që ka parë historia e njerëzimit, e sot janë në tokë, e si përmendet emri, e ju është harruar emri. E kush është me Zotin dhe për Zotin dhe në rrugën e Zotit, kullu men alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë ka për të shuar, çdo gjë do të tretet. Vetëm çfarë është bërë për Allahun xhallahu xhelalu kur nuk tretet. E kjo është mirësi. Ktu fillon gjithçka. Aja e gjës është që të kuptosh se ti në pozicionin që të ka falë Allahu, qoftë namazin, qoftë agjërimin, qoftë përmendjen e Zotit, qoftë çfarëdo qoftë, faktikisht e ke prej Allahu xhallahu xhelalu. E ke prej Allahu xhallahu xhelalu dhe njëkohësisht Allahu nuk ka nevojë për atë.